pak çfarë hapësirash ka për ta zvarritur, që të kuptoj pak çfarë do ndodh. Afati është i tillë. Spaku dhe jo vetëm Spaku, por gjithë prokuria do më ngrit një akuzë zyrtare. I Panderit është i thotë jo, një herë është me raport, një herë është smur, se ju referova rastit Lul Bashës, se ai paraqiste edhe raport që të shkonte, mund të paraqisë një raport, por me sa kam parë, nuk është se është keq nga ana shëndetësore. Negociohet me organin procedues se njerëz jemi. Jo, dje ka qenë jashtë, sot ka qenë në një inaugurim brenda vendit, për shembull. Ideja është e tillë. Je zën do vish i ditë sepse procedura penale do vazhdoj. Pra, organet e ndjekjes penale do bëjnë detyrën e vet. Pra, duhet paraqitesh Shkurban. Ai ka marrë mirë keq akuza, është e drejtë, është e shtrembët ose nuk i pëlqen, ka marrë një akuzë. Ka këto prova dhe do procedohet. Pra, do njoftohesh zyrtarisht me akuzën. Me çfarë akuze që të ngrej organi procedues. Qa provash ka, sepse kur njoftohet akuza, ke dhe provat që vërtetojnë këtë akuzë. Dhe do marrësh se s'mund shtyhet pafundësisht kjo. Ka një, parashikon ligji një afat? 300, ajo afat nuk ka, e të shmon prokurori, se ti do eci dosje, se s'mund të lesh për një të panderë, që s'do të vi. Mund të procedohet, ka mjetet tjera, shoqërimi forcërisht, është menetin 308, në qofse nuk paraqitesh, që të paraqitesh që të merresh i panderë. Edhe mbas asaj ndajsh mund ta lëshosh, domethënë nifesh me këtë akt sepse është akt që kërkon praninë të panderit. Pra duhet ta marrësh djenin dhe nëse s'vjen, më pastaj ti mund të mos vish, përfaqësohesh nga mbrojtësi. Kjo është, por duhet marrësh cilësinë. Dhe ky është një akt zyrtar, prokuria shqiptare konform nenit 24 ka ushtruar kodit procedurës penale, ka ushtruar ndjekje penale dhe konform nenit 34 të ka mbartë